Të nderuar teleshikues të FX Media Televizion, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ ku do t'ju njohim me zhvillimet e fundit. Vendimi i kryeministit Edi Rama për të mbyllur TikTok-un nga shkaktuar përplasje mes qeverisë dhe opozitës, si dhe kanë nxitur reagime nga organizatat e mediave dhe shoqëria civile. Ata paralajmërojnë se ky mund të jetë hapi i parë drejt kufizimit të mëtejshëm të mediave sociale në Shqipëri. Nga ana tjetër, Rama justifikon vendimin si një mas mbrojtje ndaj përhapjes së dhurrës dhe ndikimit negativ të platformës tek të rinjt. Vendimi i kryeministrit Edi Rama për të mbyllur rrjetin social TikTok ka shkaktuar një debat të ashpër politik dhe shoqëror në Shqipëri. Përveç përplasjes mes qeverisë dhe opozitës, ky hap ka ngjatur reagime të forta edhe nga organizatat e mediave dhe shoqëria civile, të cilat e konsiderojnë mbylljen e platformës si një shkelje të rëndë të drejtave të njerëzit, një kërcënim për lirinë e shprehjes. BIRN, Asociacioni i Gazetarëve dhe Center for Legal Employment kanë depozituar një ankesë në gjykatën kushtetuese duke kërkuar zhbërjen e vendimit. Sipas tyre, mbyllja e TikTokut jo vetëm që cënon të drejtën e qytetarëve për informim dhe lirinë e shprehjes, por prek edhe aspektin ekonomik, pasi platforma ishte kthyer në burim të ardhurash për shumë përdorues. Ata paralajmërojnë se legjitimi i këtij vendimi mund të hapë rrugën për mbylljen e rrjeteve të tjera sociale dhe vendosin e një precedenti të rrezikshëm për demokracinë në vend. Në argumentin e tij për mbylljen e TikTokut, Rama ka deklaruar se vendimi u mor pas konsultimeve me 65.000 prindër dhe se shkaku kryesor lidhet me vrasjen e të riut Martin Sami nga një bashkëmoshatar i tij, si dhe përhapjen e dhunës përmes platformës pa filtra kontrolli. Sipas tij, TikTok do të mbetet i ndaluar për një vit derisa të gjenden masa efektive për mbrojtjen e fëmijëve nga përmbajtjet e rrezikshme. Ndërkohë, ky vendim ka sjell krahasime me masa të ngjashme të ndërmarra në vende si Turqia, ku Gjykata Evropiane për të drejtat e njerëzit ka dënuar kufizime të tilla si cënimin e lirisë së shprehjes. Debati pritet të intensifikohet, ndërsa Gjykata Kushtetuese shqyrton ankesën dhe vendimi i qeverisë vazhdon të mbetet një çështje e nxehtë në diskursin politik dhe publik shqiptar. Në një konferencë për media, Sali Berisha ka akuzuar Altin Dumanin për mbrojtjen e Edi Ramës dhe për mos ndëshkimin e krimeve që lidhen me të. Ai tha se pa Dumanin, Rama do ishte në burg për skandalet e tij, ndërsa kritikoi ndërhyrjen e kryeministrit në Bashkinë e Tiranës dhe sistemin shëndetësor në vend. Në një konferencë për media, ish kryeministri Sali Berisha ka akuzuar kreun e SPAK-ut Altin Dumanin se ka mbrojtur kryeministrin Edi Rama për çdo krim dhe vjedhje që ai ka kryer. Sipas Berishës, nëse Dumani nuk do të kishte ndërhyrë, Rama do të ishte në burg për djegsin dhe për skandalet e tjera duke përfshirë ato të McGonigal dhe krimet elektorale. Berisha theksoi që dosjet që përfshin Durrësin dhe Peshkupin, të cilat përfunduan në duart e Ramës, janë të mbuluara dhe jo të ndëshkuara nga Dumani. A mund të ndodhte që një vepër publike, siç është djegësi i Tiranës, 130 milion euro, që nuk ekziston asnjë asnjë, të mos i faturohet njerëzve kryesor, po 2 drejtorëve. Në një kohë kur kryesorët, pronar dhe njerëz kryesor janë Edi Rama dhe Erion Veliaj, po të mos ishte Altin Dumani, Edi Rama dhe Erion Veliaj do ishin të akuzuarit më kryesor për djegësin e Tiranës. Por Dumani akuzon njeriu që refuzoi 5 herë Arben Ahmetin dhe mbron Veliajn jo për këtë se Veliajn ai e çoi me një dosje tjetër, ai firmosi për Veliajn, po jo për këto, jo për vjedhjet më të mëdha. Po të mos ishte Altin Dumani, 5D-ja nuk faturohej vetëm 2 apo 3 drejtorëve, po i faturohej Erion Velis dhe Edi Ramës. Po Erion Veliaj nuk u faturohej sepse është Edi Rama mbrapa. Berisha gjithashtu ndal të ndërhyrja e Edi Ramës në Bashkinë e Tiranës duke thënë se ai është person që merr vendime për shkarkime dhe emërimet të funksionarëve, përfshirë kërcënimet ndaj një zonje të emëruar nën kryetare të bashkisë nga Erion Veliaj. Sipas tij, Rama ka përdorur pushtetin në mënyrë brutale për të kontrolluar të gjithë strukturat e bashkisë. Kjo është e faktur. E faktur është një zonjë që quhet Anuela Ristani, e cila u shkarkua nga kryetari në qeli i detyrës, do të pranojmë se është në qeli, por është kryetar, pavarësisht ai është kryetar. Dhe u shkarkua, u emërua një zonjë tjetër, e cila u thirr dhe u kërcënua nga Edi Rama në mënyrë më pak dinjitoze. Dhe jo vetë u kërcënua ajo zonjë, po ajo u dëbua nga puna, sepse Erion Veliaj e emëroi atë nën kryetare bashkie dhe i delegoi firmën si njeriu që i besonte të kryente veprimet që duhet kryente në vend të kryetarit. Pra, këto akte janë publike, nuk janë të fshehta. Është Edi Rama ai që
ka ndërhyrë në mënyrë brutale në shkarkimet dhe emrimet në Bashkinë e Tiranës. Gjatë fjalës së tij, Berisha u shpreh se sistemi shëndetësor në vend është në gjendje katastrofale dhe premtoi dyfishimin e buxhetit dhe rrogave për mjekët dhe infermierët nëse do të kthehej në pushtet. Bashkimi Evropian do të alokojë 64 milion euro në funksion të Shqipërisë si parafinancim nga plani i rritjes në Ballkanin Perëndimor për të forcuar ekonominë dhe sundimin e ligjit. Ambasadori i Bashkimit Evropian dhe kryenegociatorja Majlinda Luka e quajtën këtë një mundësi historike për Shqipërinë në rrugëtimin e saj drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian ka dhënë një mundësi të rëndësishme për Shqipërinë duke angazhuar një parafinancim për 64 milion eurosh në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. Ky fond do të përdoret për të fuqizuar ekonominë e vendit dhe për të forcuar sundimin e ligjit duke mbështetur një Shqipëri më të gjelbërt me një kapital njerëzor më të fuqishëm. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, e cilësoi këtë një hap të rëndësishëm për Shqipërinë në rrugtimin e saj drejt anëtarësimit të NBE. Urime Shqipëria për arritjet e një tjetër momenti të rëndësishëm në rrugtimin e saj drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Plani i rritjes së nxit ekonominë, forcon sundimin e ligjit, mbështetet një Shqipëri më të gjelbërt dhe fuqizon kapitalin njerëzor. BE-ja qëndron me Shqipërinë në rrugën e saj drejt anëtarësimit, u shpreh ambasadori i BE-s Silvio Gonzato. Kryenegociatorja Majlinda Luka e vlerësoi këtë mundësi si historike për Shqipërinë, duke nënvizuar se vendi është i angazhuar për të përmbushur të gjitha kriteret e nevojshme për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Ne kuptojmë plotësisht marrëdhënien e kësaj mundësie historike si dhe angazhimet e ardhshme. Ne jemi energjikisht të motivuar dhe të përgatitur për të vazhduar reformimin dhe përmbushjen e zellshme të kritereve për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në total, deri në vitin 2027, Shqipëria ka mundësi të përfitojë deri në 922.1 milion euro nga mekanizmi i reformës dhe rritjes për Ballkanin Perëndimor në këmbim të përmbushjes së kushteve të kërkuara për anëtarësim, duke përfshirë reforma në sektor të ndryshëm si ekonomia digjitale dhe energjia e rinovueshme. Nureddin Dymani ka vijuar dëshminë e tij para gjykatës së posaçme ku ka dhënë detaje mbi planin për të eliminuar biznesmenin Elton Kila, i njohur si Oti i Elbasanit. E ka zbuluar se kishte marrë një shumë prej 200.000 eurosh nga Suel Çela për të realizuar vrasjen, e cila u tentua më 29 mars të vitit 2022. Nureddin Dymani ka vazhduar dëshminë e tij në gjykatën e posaçme ku ka marrë në pyetje edhe avokatët e të akuzuarit të tjerë për ngjarjen kriminale që kanë trodhitur Elbasanin dhe Durrësin në vitet e fundit. Ai ka përshkruar detajet e planit për të eliminuar biznesmenin Elton Kila, njohur si Oti i Elbasanit. Sipas Dymanit, ky plan ishte mbështetur nga Suel Çela, i cili kishte premtuar një shpërblim prej 200.000 eurosh në realizimin e vrasjes. Suel Çela ishte interesuar për vrasjen e Oti Kilës. Ditën e ngjarjes isha vetëm në makinë kur u qellova. Isha shofer, më qelluan nga mbrapa, më pas ula dhe sendilja e pasagjerit të makinën X-Pace kur u plagosa. Oti Kilën e njoha personalisht, kam ndjenjur me atë bashkë me vëllain tim, i kemi shitur një makinë dhe i kemi bler një makinë. Në të njëjtën ditë u bëshit blerja. Në 2019, një shef krimesh në Elbasan, që Enrik Hoxha e kishte shok, më jepte informacion për Taro Çelën. Shefi ma prezantoi Enriku, ai kërkoi 10.000 euro në muaj. Një ditë para ngjarjes e bleva një Kalashnikov me silenciator në fier. Baho, më njohu me e shitësin. Ditën e ngjarjes kisha mitraloz me 200 fishek dhe një kallash. Mitralozin ma dha çuni xhaxhai tim. Makinën për ngjarjen e bleva rreth 6.000 euro dhe më thanë që ishte vjedhur në Greqi, por nuk e di. Bashkëpunëtori i drejtësisë tha se një shef i lartë i policisë në Elbasan e ndihmonte me informacione për Taro Çelën, por nuk i dha identitetin e tij. Ai u shpreh se ka refuzuar që dëshmojë para policisë së Elbasanit kur është arrestuar duke i konsideruar ata si të korruptuar. Gjykata e lartë ka shtyrë për më 1 prill shqyrtimin e seancës për ish-kryeprokurorin Adriatik Llalla, pasi nuk u formua trupa gjykuese. Llalla, i cili ishte dënuar për mosdeklarim të pasurisë, u dërosh nga rekursi i tij në shkallën e 3, por në seancën e ardhshme do të shqyrtohet kërkesa e tij për pafajësi.
Gjykata e lartë ka shtyrë për datën 1 prill shqyrtimin e seancës për ish-kryeprokurorin Adriatik Dhalla pas dështimit për të formuar trupën gjykuese. Dhalla, i cili në muajin nëntor të vitit kaluar depozitoi rekurs në shkallën e tretë, kërkon pafajësi lidhur me akuzat për mosdeklarimin e pasurisë. Megjithatë, ai u tërhoq nga kjo kërkesë dhe gjykata e lartë do të shqyrtojë tërheqjen e rekursit të tij në seancën caktuar për 1 prill. Nëse gjykata nuk pranon tërheqjen e rekursit, do të vazhdojë shqyrtimi i kërkesës për pafajësi të Dhallës. Ish-kryeprokurori dënua më parë me 2 vite burg nga gjykata e posaçme antikorrupsion për 3 raste të mosdeklarimit të pasurisë, duke bllokuar gjithashtu të drejtën për të ushtruar funksionet publike për 5 vitet e ardhshme. Pak ditë para shpalljes së vendimit përfundimtar, Dhalla u largua nga Shqipëria në drejtim të Italisë. Ai u shpall fajtor për fshehje dhe mosdeklarim të pasurisë. Prokuroria e Tiranës kërkoi dënime për motrat Antonela dhe Mariela Berisha, të cilat akuzohen për dhunën që ushtruan ndaj blogeres 26 vjeçare Klea Prenga në gusht të vitit të kaluar. Prokurori kërkoi 3 vite burg për Marielën, ndërsa për Antonelën kërkoi 3 vite shërbim prove, që mund të zbresin në 2 vjet pas gjykimit të shkurtuar. Prokuroria e Tiranës ka kërkuar dënim për motrat Antonela dhe Mariela Berisha, të cilat janë akuzuar për dhunën e ushtruar ndaj blogeres Klea Prenga me 9 gusht të vitit kaluar në një lokal në Tiranë. Prokurori Ndini Tavani kërkoi që Mariela Berisha, e cila ndodhet aktualisht në masën e arrest në shtëpi, dënohet me 3 vite burg. Megjithatë, nëse ajo shpallet fajtori dhe përfiton nga gjykimi i shkurtuar, dënimi mund të zbresë në 2 vite. Për Antonela Berishën, prokurori kërkoi një dënim prej 3 vitesh shërbim prove, që gjithashtu mund të ulet në 2 vite nëse miratohet gjykimi i shkurtuar. Motrat Berisha u veturzuan në policinë në tetor të vitit 2024 pas më shumë se 2 muajsh në kërkim. Ato akuzohen për kryerjen e veprës penale, plagosje e rënd me dashje kryer në bashkëpunim. Dyshimet janë se shkaku i dhunës ndaj Klea Prengës ishte një konflikt personal i nxituar nga dyshimet e Marielës se Klea kishte pasur një lidhje me bashkëshorten e saj për më shumë se 1 vit. Sipas ekspertizës mjekësore, Klea Prenga ka psuar plagë të shumta dhe të rënduara në fytyrë, të cilat janë të pariparueshme dhe do të lënë pasoja të përhershme. Në seancën e ardhshme në gjykat do të bëhet mbrojtja nga avokatët e të akuzuarës dhe fill pas kësaj pritet që gjykata të jap vendimin përfundimtar lidhur me kërkesën e prokurorisë për dënimin e motrave Berisha. Kryeministri Edi Rama theksoi se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut do të jenë të para që do të përfitojnë nga fondi i planit të rritjes së Bashkimit Evropian, një shpërblim për reformat e realizuara. Ai theksoi rëndësinë e antarësimit në Bashkimin Evropian për zhvillimin e mëtejshëm të 2 shteteve. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut do të jenë të para që do të përfitojnë nga fondet e planit të rritjes të Bashkimit Evropian, një mundësi e rëndësishme financiare për të 2 shtetet që kanë realizuar reformat e kërkuara. Shpejtësia në marrjen e financimit do të thotë përmbushje e detyrave sipas kalendarit dhe programit, se ne s'kemi program, kalendarit dhe programit të dakordsuar. Rama theksoi se Shqipëria do të përfitojë 1 miliard euro çdo vit pas antarësimit, një shumë e ngjashme me atë që ka marrë Kroacia. 1 miliard euro e kusur në vit. Shikoni këtu shifrat, të gjitha shifrat që janë në krahun e bufit janë 130, 140, 150 maksimumi vjetore. Paka shumë në total, siç ndodh me ne me programe të ndryshme, dhe në të 10 vitet e fundit ne kemi marrë në total afro diçka më shumë në fakt se sa 1 miliard. Çfarë ne kemi marrë në 10 vite, do ta marrim vit për vit me hyrjen në Bashkimin Evropian. Kryeministri shfrytëzoi mundësinë për të sulmuar opozitën duke akuzuar atë për qëndrime penguese ndaj reformës të drejtësisë dhe përsëriti se ai dhe Partia Socialiste janë ata që e kanë sjellë drejtësinë dhe që opozita nuk e ka dashur. Ata janë pengusit dhe janë armiqt e reformës në drejtësi. Ata janë ata të cilët e morën peng për një periudhë kohë dhe arritën deri të vinë me çadër këtu poshtë në bulevard për të mos votuar vettingun dhe kërcënuan me bojkot të zgjedhjeve. Të gjithë bashkë, absolutisht të gjithë bashkë. Sigurisht ishte Luli në krye, po Luli kuptohet ishte kukulla e bufit Knetës. Dhe bufi i Knetës. Në fund, Rama njoftoi se do të rinisin takimet me diasporën dhe do të vizitoj Kretën, Athinën dhe Milano për takuar shqiptarët që jetojnë në këto qytete.
Qeveria italiane vijon planet për qendrën e emigrantëve në Gjadër duke e shndruar atë në një kamp riadresimi për azil kërkuesit e refuzuar. Kryeministra Giorgia Meloni pritet të dekretojë këtë plan të premte, ndërsa ministri i Brendshëm Matteo Piantedosi sqaroi se aty do dërgohen emigrantët që nuk përmbushin kriter për qëndrim në Itali. Qendra do të funksionojë deri në vendimin e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njerëzit mbi listën e vendeve të sigurta të origjinës. Qeveria italiane nuk heq dorë nga planet për qendrën e emigrantëve në Gjadër, por tashmë synon të përdorë atë si një kamp për riadresimi për azil kërkuesit e refuzuar. Pas vendimit të gjykatave italiane që ndalojnë dërgimin e emigrantëve të shpëtuar nga marina ushtarake në mes dhe drejt Shqipërisë, autoritetet italiane po rishikojnë funksionimin e këtij kampi. Ministri i Brendshëm italian në një intervistë sqaroi se në këtë kompleks do të strehohen azil kërkuesit që nuk përmbushin kriteret për të qëndruar në azil. Ata do të qëndrojnë në qendër deri në përfundimin e procedurave të kthimit në vendin e tyre të origjinës. Kryeministra Giorgia Meloni pritet të dekretojë këtë plan në mbledhjen e qeverisë të premten, duke e vënë atë në zbatim menjëherë. Ndryshimi i funksionit të qendrës së Gjadërit është në përputhje me politikën e Komisionit Evropian që lejon vendet anëtare të arrijnë marrëveshje me shtetet jashtë BE-s për ngritjen e qendrave të riadresimit të emigrantëve të jashtëligjshëm. Kampi i Gjadërit do të shërbejë për këtë qëllim deri në momentin kur Gjykata Evropiane të drejtave të njerëzit do të përcaktojë listën e vendeve të sigurta të origjinës, një vendim që do të ndikojë politikat e gjithë Bashkimit Evropian për migracionin. Ndërkohë, opozita në Itali dhe organizatat e drejtave të njerëzit kanë ngritur shqetësime mbi pasojat e këtij vendimi, duke kërkuar transparencë dhe mbrojtje të drejtave të emigrantëve gjatë procesit të riadresimit. Fondacioni i Rinisë Islame ka shpërndarë mbi 1.000 pako ushqimore për familje në nevojë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe më gjerë, duke vijuar traditën e solidaritetit gjatë muajit të Ramazanit. Krahas ndihmave në troje shqiptare, kryetari i fondacionit Zoti Lulzim Lecaj udhëtoi në Ugandë për të mbështetur komunitetet më të varfra me ushqim dhe iftare. Ky mision humanitar realizuar në bashkëpunim me fondacione dhe myftini lokale përçoi një mesazh të fortë shpresë dhe mbështetje për njerëzit në nevojë. Si çdo vit, me rastin e muajit të shenjtë të Ramazanit, Fondacioni i Rinisë Islame me qendër në Zyrit të Zvicrës vijon misionin e tij humanitar në trojet shqiptare dhe më gjerë. Përmes iniciativës Shporta e Ramazanit, ky fondacion ka shpërndarë mbi 1.000 pako ushqimore për familjet në nevojë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe vende të tjera ku komuniteti shqiptar ka nevojë për mbështetje. Si një fondacion me vizion dhe përkushtim, Fondacioni i Rinisë Islame është një nga fondacionet më të mëdha humanitare që operon në rajon, duke u dalluar për transparencë dhe përkushtim në ndihmë ndaj të varfërve. Këtë vit, veç shpërndarjes së ndihmave në trojet shqiptare, personalisht, kryetari i fondacionit Zoti Lulzim Lecaj ndërmori edhe një udhëtim të posaçëm në Ugandë, ku organizoi shpërndarje ndihmash dhe iftare për komunitetet më të varfra, duke treguar se solidariteti nuk njeh kufi. Në një prononcim për mediat, Zoti Lulzim Lecaj tha: Ky është një mision që na frymëzon dhe na obligon të vazhdojmë më tej. Të shohësh buzëqeshjen e dikujt që nuk kishte shpresë për një vakt ushqimi, është më shumë se çdo shpërblim tjetër për ne. Ndërsa ndihmat nuk mjaftojnë, por ne e bëjmë detyrën tonë, u shpreh në një prononcim për mediat Zoti Selami Hyseni, drejtues Fondacionit të Rinisë Islame. Ne e dim që ndihmat nuk janë të mjaftueshme për të zgjidhur problemet sociale, por është një detyrim moral dhe shpirtëror për ne që të ndihmojmë sa të mundemi. Ky angazhim është i vazhdueshëm dhe ne nuk do të ndalemi. Por prioriteti kryesor i shpërndarjes së ndihmave nga Fondacioni e Rinisë Islame mbeten jetimet. Në bashkëpunim me Fondacionin Mirësia, një shpërndarje e madhe ndihmash u organizua në Tiranë, ku përfituan 10 qindra fëmijë jetim. Në ambientet e Fondacionit Mirësia, u realizua një event i veçantë për shpërndarjen e pakove ushqimore, duke përçuar mesazhin se këta fëmijë nuk janë vetëm. Zoti Korab Kaja, drejtori ekzekutiv i Fondacionit Mirësia, tha: "Këto ndihma janë një mbështetje e jashtëzakonshme për këta fëmijë. Falenderojmë Fondacionin e Rinisë Islame për këtë bashkëpunim të shkëlqyer, i cili sjell një dritë shprese për ta." Zoti shpërblet Zotin nderoj vëllezërit nga Zvicra, të cilët kanë qenë gjithmonë pranë Fondacionit Mirësia, pranë familjeve në nevojë, pranë fëmijëve jetim në Shqipëri, me kurbanet, me projekte në tërmetit dhe me projekte të tjera. Jemi të mbledhur së bashku këtu për të festuar me këta fëmijë jetim. Do shpërndajmë rreth 600 pako ushqimesh. Është një projekt i cili bëhet në bashkëpunim me vëllezërit tonë, bashkëdhetarët tonë nga Zvicra,
vëllezërit tonë shqiptar, cilët gjithmonë festojnë. Dhe ku ka më bukur se të festosh, ata gjithmonë festojnë me vëllezërit tyre shqiptar, Shqipërinë, Kosovën, Maqedoni. Po, familja e tim është rreth i Tiranës, gjithë rreth i Tiranës. Janë rreth 150 familje jetimësh. Do të kemi dhe familje tjera jetimësh që të marrin rreth të tjera. Nga qyteti i Tiranës në Kavaj, në një bashkëpunim shembullor për shpërndarjen e ndihmave të qytetit të Kavajës, ku miftiu i xhamisë së qendrës, zoti Besnik Leçini, ndihmoi në identifikimin e familjeve në nevojë dhe në shpërndarjen e pakove ushqimore. Në një prononcim për Drita Televizion, miftiu i Kavajës tha: "Ky është një bashkëpunim i vazhdueshëm me Fondacionin e Rinisë Islame. Ne jemi mirënjohës për ndihmat e tyre, të cilat vijnë gjithmonë në kohën e duhur për ata që kanë më shumë nevojë." Në kuadër të projektit Shporta e Ramazanit, ne në qytetin e Kavajës shpërndajmë rreth 150 pako me ushqime për familjet besimtare që janë në nevojë. Këto pako janë siguruar ashtu sikurse edhe vitin e kaluar nga Fondacioni i Rinisë Islame që është në Zvicër. Dhe gjej rastin t'i falenderoj përzemërsisht dhe ta lut Zotin Xhel Leshanuhu që t'i jap mirësi, t'i jap suksese në aktivitetin e tyre, në misionin e tyre. Pas Kavajës, destinacioni tjetër i xhirimeve tona ishte Gjilani. Drejtori ekzekutiv i Fondacionit Amaneti, zoti Bleri Marifi, kishte organizuar një shpërndarje të kujdesshme të ndihmave. Ai vlerësoi bashkëpunimin me strukturat lokale të çështjeve sociale që bën të mundur identifikimin e saktë të familjeve që kishin më shumë nevojë për ndihmë. Sot jemi në komunën e Gjilanit, ku Fondacioni i Rinisë Islame, cilën e falenderojmë shumë gjithë ata donatorë, bashkëtarët tanë që nuk e harrojnë familjet e tyre në Kosovë. Gjatë javës ashme do të fillojmë edhe me komuna tjera shpërndarje në mbi 400 pako nga Fondacioni i Rinisë Islame. Ndërsa drejtori i shërbimeve sociale të Gjilanit, zoti Mursel Zymberi, u shpreh, kontributi i Fondacionit të Rinisë Islame ka qenë i vazhdueshëm dhe shumë i rëndësishëm për familjet që po përballen me vështirësi të mëdha ekonomike. Kjo ndihmë është një shembull solidariteti për të gjithë ne. Gjithë shqiptarëve kudo që janë në veçantë Fondacionit të Rinisë Islame në këtë rast, e cila na ka ndihmuar dhe na ka lehtësuar për këtë fest islame që me pas të gjithë sofrën barabartë me të tjerë. Ndërkohë, zoti Symberi kishte planifikuar për ndihmat edhe një grup familjesh të ish ushtarëve të UÇK-s, të cilët për ironi të fatit ka nevojë për ndihmë. Pavarësisht se grupi i xhirimeve nuk mundi të ndjekë të gjitha shpërndarjet, Fondacioni i Rinisë Islame realizoi me sukses ndihmën në qytete të ndryshme si Burrel, Klos, Bulqiz, Maqellar, Tiranë, Kavaj, Gjilan dhe shumë të tjera. Ky është një shembull i qartë se Fondacioni i Rinisë Islame e ka të qartë misionin e tij, të ndihmojë ata që janë në nevojë, duke sjellë dritë dhe shpresë në jetën e njerëzve. Fondacioni i Rinisë Islame është një nga fondacionet më të mëdha humanitare në rajon. Ai dallohet për transparencë dhe për kushtim në ndihmën ndaj të varfërve, ndërsa synon të mbështesë sa më shumë familje në nevojë. Presidenti serb Aleksandar Vučić u takua në Beograd me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen, e cilësoi takimin si të hapur dhe të drejtë dhe ngriti shqetësime për pozitën e serbëve në Kosovë. Vučić akuzoi Kosovën për pengesa në procesin e dialogut dhe këmbënguljes se themelimi i asociacionit të komunave serbe është thelbësor, ndërkohë Kosova mbetet skeptike ndaj draft statusit të asociacionit, duke konsideruar atë të papajtueshëm me kushtetutën e saj. Presidenti serb Aleksandar Vučić priti në Beograd të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen për të diskutuar mbi procesin e dialogut dhe situatën e serbërve në Kosovë. Pas takimit, Vučić ndau detaje përmes një postimi në Instagram, ku e cilësoi bisedën si të hapur dhe të drejtë. Ai ngriti shqetësimin për atë që ai quajti pozitë të vështirë të serbëve në Kosovë, duke akuzuar autoritetet në Prishtinë për veprime të njëanshme dhe përshkallëzuese, që sipas tij përkeqësojnë situatën. Në vim të deklaratës së tij, presidenti serb kritikoi Kosovën për pengesat të vazhdueshme në procesin e dialogut dhe ripërsëriti se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është i domosdoshëm për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Ai nënvizoi se ky asociacion do të krijohet si një hapkyç për të garantuar të drejtat dhe sigurinë e komunitetit serb në Kosovë. Debati mbi asociacionin mbetet një çështje e ndjeshme pasi Kosova ka refuzuar të pranojë draft statusin e propozuar nga Bashkimi Evropian, duke argumentuar se ai nuk përputhet me kushtetutën e vendit. Kryeministri Albin Kurti nuk pranoi të dërgojë dokumentin për shqyrtim në gjykatën kushtetuese, ndërsa presidenti Vjosa Osmani deklaroi se drafti nuk respekton ligjet dhe parimet e shtetit të Kosovës. Në këtë kontekst, përplasjet mes Prishtinës dhe Beogradit mbi këtë temë mbeten një nga pengesat kryesore për vazhdimin e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.
Për të 8 ditë radhës, Izraeli ka vazhduar bombardimet intensive në rripin e Gazës, duke shkaktuar të paktën 23 viktima, mes tyre 7 fëmijë. Ushtria izraelite ka urdhëruar evakuimin e banorëve në disa qytete veriore, përfshirë Jabaila, Beit Lahia, Beit Honun dhe Sheila, si dhe në disa zona në jug, përfshirë Khan Younis dhe Rafah. Në një zhvillim tjetër, ushtria izraelite ka njoftuar vrasjen e komandantit të Hezbollahut në jug të Libanit. Sipas autoriteteve izraelite, Hassan Kamal Halai ishte përgjegjës për disa sulme kundër Izraelit, ndërkohë Kombet e Bashkuara kanë reaguar ashpër ndaj sulmeve izraelite në Gaza, duke i cilësuar ato si një njollje përgjakshme në ndërgjegjjen kolektive. OKB ka njoftuar gjithashtu se po tërheq një pjesë të stafit të saj ndërkombëtar nga Gaza për shkak të përkeqësimit të sigurisë dhe rritjes së sulmeve ndaj civilëve, përfshirë personelin e saj. Nga ana tjetër, grupi militant Hamas ka dënuar sulmet izraelite duke i cilësuar ato si masakra të tmerrshme dhe duke bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndërhyjë për të ndalur Izraelin. Situata në terren mbetet kritike, ndërsa përshkallëzimi i konfliktit ka sjellë pasojë të rënda për popullsinë civile dhe ka rritur shqetësimet për një krizë të thelluar humanitare në rajon. Për të 6 datë radhës, qyteti i Stambollit u përfshi nga përleshje mes protestuesve dhe policisë pas arrestimit të kryebashkiakut Ekrem İmamoğlu. Forcat e rendit përdorën gazlociellës, flagadan, topa ujë dhe plumba gome për të shpërndarë turmat, ndërsa qindra protestues u arrestuan. Partia Republikane deklaroi se nga e marta protestat do të ndalen, ndërsa Erdogani quajti manifestimet akte të së keqes. Stambolli vazhdon të jetë skenë trazirash të mëdha politike dhe përleshjes të lundshme mes policisë dhe protestuesve, cilët kundërshtojnë arrestimin e kryebashkiakut Ekrem İmamoğlu. Prej 6 ditësh radhës, qyteti më i madh i Turqisë është përfshirë nga protesta që kanë degeneruar me dhunë. Policia ka përdorur gazlociellës, flagadan, topa me ujë dhe plumba gome për të shpërndarë turmat, ndërsa protestuesit kanë kundërshtuar me forcë përpjekjet e autoriteteve për të vendosur qetësinë. Përleshjet e fundit kanë rezultuar me dhjetra të plagosur dhe me qindra të arrestuar, sipas burimeve zyrtare, që nga fillimi i protestave janë arrestuar mbi 1100 persona, ndërsa opozita e ka cilësuar ndërhyrjen policore se një përpjekje për të shtypur lëvizjen e qytetarëve që kërkojnë drejtësi. Mbrëmjen e së hënës, presidenti Recep Tayyip Erdogan i quajti protestat manifestime të së keqes dhe akuzoi opozitën për shprehje të korrupsionit dhe organizim të akteve të paligjshme. Në vend që të përgjigjen për akuzat për korrupsion, rishfet dhe zhvatje ata kanë bërë thirrje nga më të ndyra dhe të paligjshme në historinë tonë politike, u shpreh Erdogan. Ndërkohë, Partia Republikane njoftoi se nga e marta nuk do të ketë më protesta, pa dhënë detaje mbi hapat e ardhshëm. Megjithatë, ekspertët politikë nuk përjashtojnë mundësinë një valje të re tensioni nëse situata mbetet e paqartë dhe İmamoğlu nuk lirohet. Arrestimi i tij mbetet një çështje e debatueshme, pasi opozita pretendon se bëhet fjalë për një lëvizje të planifikuar nga presidenti Erdogan për të eliminuar rivalët politik. Ekrem İmamoğlu arrestuar të mërkurën me akuzën për përfshirje në korrupsion dhe manipulim të tendreve të Bashkisë së Stambollit. Opozita dhe mbështetësit e tij e konsiderojnë këtë një goditje politike nga Erdogani, duke akuzuar atë për përdorimin e sistemit të drejtësisë për të përjashtuar kundërshtarit e tij nga skena politike. İmamoğlu shihet si një nga rivalet më të fortë të Erdoganit për zgjedhjet presidenciale të vitit 2028 dhe shumë besojnë se arrestimi i tij është një përpjekje për të ndalur atë të marrë pjesë në garë. Ekspertët ndërkombëtarë shohin këtë situatë si një tjetër goditje ndaj demokracisë në Turqi. Arrestimi i një prej figurave kryesore të opozitës, bashkë me reagimin e ashpër të qeverisë ndaj protestave, ka gjetur shqetësime për Bashkimin Evropian dhe në organizata ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Këto ngjarje pritet të ndikojnë në marrëdhëniet e Turqisë me partnerët perëndimor dhe thellojnë ndarjet politike brenda vendit. Nëse protestat përfundimisht do ndalen apo do të çndrojnë një val të rrezikimit popullor, mbetet për të parë, por një gjë është e qartë, tensionet në Turqi po arrin një pikë kritike dhe mënyra se si po trajtohet kjo situatë mund të përcaktojë të ardhmen e politikës turke në vitet e ardhshme. Delegacionet ukrainase dhe amerikane do të takohen sërish të martën në Arabinë Saudite pas bisedimeve mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë mbi një propozim për pushimin në detin e Zi. Washingtoni konsideron këtë një hap përpara në përpjekjet për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Sipas burimeve, një deklaratë e përbashkët SBA-Rusi pritet të bëhet publike të martën. Ndërkohë, Moska ka refuzuar një anëpushim 30 ditor, duke pranuar vetëm një moratorium mbi sulmet në infrastrukturën energjetike.
Vizitime diplomatike për një armëpushim të mundshëm në Ukrainë po hyn në një fazë të re me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusinë që pritet të lëshojnë një deklaratë të përbashkët pas takimeve të zhvilluara në Arabinë Saudite. Delegacionet ukrainase dhe amerikane do takohen sërish të martën, ndërsa Washingtoni shpresoi marrëveshje për ditën e zi mund të hapë rrugën për negociata më të gjera paqeje. Sipas zburimeve nga Shtëpia e Bardhë, ka pasur përparim në vizitimet e zhvilluara të hënën në Riyadh dhe një njoftim pozitiv pritet së shpejti. Një burim rus i tha rrutur se një projekt deklarate përbashkët i është Moskës dhe Washingtonit për miratim me synimin për të bërë publike të martën. Megjithatë, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi se asnjë dokument nuk do të nënshkruhet për momentin, sipas raportimeve të agjencisë ruse TASS. Ndërkohë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky konfirmoi në fjalimin e tij të përnaçëm se zyrtarët e Ukrainës në Riyadh do të takohen me ekipin amerikan pas vizitimeve SBA Rusi. Transmetuesi kombëtar i Ukrainës Suspline citoi një burim brenda delegacionit të Ukrainës që tha se bisedimet do të zhvillohen të martën, por nuk la detaje mbi temat që do diskutohen. Kjo iniciativë vjen pas javën e kaluar. Rusia hodhi poshtë një propozim të ish-presidentit amerikan Donald Trump për një armëpushim të plot 30 ditor në Ukrainë. Deri më tani Moska ka pranuar vetëm një moratorium mbi sulme ndaj infrastrukturës energjetike, pa rënë dakord për një ndalim të plot të luftimeve. Trump, i cili është përfshirë personalisht në negociatat për paqe, deklaroi të hënën se diskutimet aktuale përfshin çështjet kyçe si territori, linjat e demokracisë, energjia dhe pronësia e termocentraleve në Ukrainë. Ai la të kuptohet se negociatat po lëvizin përpara, por mbetet e paqartë nëse Rusia dhe Ukraina do të arrijnë një marrëveshje të plotë për ndalimin e konfliktit. Me bisedimet që po zhvillohen në Riyadh dhe me përfshirjen aktive të SBA-s dhe Rusisë, vëmendja e komunitetit ndërkombëtar është përqendruar në havat e ardhshëm të palëve në konflikt dhe nëse këto negociate do të cilin në një rezultat konkret për paqen në Ukrainë. Presidenti amerikan Donald Trump ka vendosur një tarif prej 25% për çdo shtet që blen naftë apo gaz nga Venezuela. Si rezultat, çmimet e naftës janë arritur me 1.5% me naftën me bursën amerikane që arriti në $69.10 për fuqi dhe atë në bursën e Londrës me $73.01. Ekspertët paralajmërojnë se tarifat dhe sanksionet e reja mbi Venezuelën dhe Iranin mund të shkaktojnë tronditje në tregjet globale. Ndërkohë, OPEC pritet të vazhdojë rritjen e prodhimit të naftës, ndërsa investitorët monitorojnë ndikimin e luftës në Ukrainë mbi furnizimet ruse. Vendimi i fundit i presidentit amerikan Donald Trump për të vendosur një tarif 25% mbi çdo shtet që blen naftë ose gaz nga Venezuela ka shkaktuar reagime të menjëhershme në tregjet globale të energjisë. Çmimet e naftës u rritën nga 1.5% pas shpalljes së masës, duke reflektuar pasigurinë e investitorëve mbi ndikimin e kësaj politike në tregtin globale. Aktualisht, çmimi i naftës në bursën amerikane është rritur në $69.10 për fuqi, ndërsa për bursën e Londrës ka arritur në $73.01. Ekspertët e tregut paralajmërojnë se këto masa mund të ngadalësojnë ekonominë globale dhe të sjellin paqëndrueshmëri në sektorin e energjisë. Trump është i paparashikueshëm në politikën e tij tregtare dhe sanksionet e ashpra ndaj Venezuelës dhe Iranit mund të sjellin një krizë të re furnizimi, shprehen analistët e industrisë së naftës. Përveç tarifave mbi Venezuelën, administrata amerikane ka vendosur dhe sanksione të reja që godasin eksportet e naftës iraniane. Një ndër masat më të rëndësishme ka qenë tërheqja e licencës së kompanisë Chevron për të operuar në Venezuelë, veprim që pritet të ulë prodhimin e naftës në vend me rreth 200.000 fuqi në ditë. Kjo ka ngjallur shqetësime të mëdha për furnizimin global, ndërkohë që tensionet tregtare dhe ekonomike po rriten. Ndërkohë OPEC, organizata që përfshin vendet eksportuese të naftës dhe alatët e tyre, përfshi Rusinë, pritet të vazhdojë politikën e saj për rritjen e prodhimit të naftës për të dytën muaj radhësi. Kjo lëvizje vjen si përpjekje për të balancuar ndikimin e masave të SBA-s dhe për të mbajtur çmimet në kontroll. Në këtë situatë ndërlikuar, investitorët po ndjekin gjithashtu me kujdes bisedimet për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Një marrëveshje paqeje mund të sjellë rritje të eksporteve ruse të naftës, duke ndikuar më tej në tregjet globale. Megjithatë, mbetet e paqartë si do të reagojnë vendet e tjera ndaj tarifave të reja të Trumpit dhe sanksionet mbi Venezuelën dhe Iranin, të cilat mund të shkaktojnë pasoja afatgjata për ekonominë botërore. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 26 mars 2025 parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm. Sipas dhënave meteorologjike, territori shqiptar pritet të ketë një ditë me vranësira dhe rreshje shiu. Temperatura minimale parashikohet të jetë 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 17 gradë Celsius. Era pritet të fryjë nga jugperëndimi me shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 10 metra për sekond, çka do të krijojë gjallgëzim deri në 3 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 10,
deri në 15 gradë Celsius. Kukës 8 deri në 13 gradë. Peshkopi 6 deri në 11 gradë Celsius. Tiranë 9 deri në 17 gradë. Durrës 9 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj 9 deri në 15 gradë. Elbasan 11 deri në 16 gradë Celsius. Berat 12 deri në 15 gradë. Korç 5 deri në 13 gradë. Vlorë 9 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër 8 deri në 13 gradë. Sarand 11 deri në 17 gradë Celsius. Për datën 26 mars 2025, territori i Kosovës pritet të ketë një mod të paqëndrueshëm. Gjatë ditës do të ketë rreshje të shumta shiu në të gjithë territorin. Temperatura minimale parashikohet të jetë 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Era do të kryesisht nga juglindja me një shpejtësi maksimale prej 8 metrash për sekond, ndërsa temperatura minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 8 deri në 15 gradë Celsius. Podujev 6 deri në 11 gradë. Skënderaj 6 deri në 12 gradë Celsius. Pej 10 deri në 14 gradë. Prishtinë 7 deri në 12 gradë. Gjakov 7 deri në 14 gradë Celsius. Malishev 7 deri në 12 gradë. Gjilan 7 deri në 12 gradë Celsius. Ferizaj 7 deri në 12 gradë. Kaçanik 8 deri në 13 gradë. Suharek 7 deri në 16 gradë. Prizren 7 deri në 11 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë do të rishim edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru takofshim.